ato momente kur ajo I kishte mbyllur dyrt, u dëgjua zhurma dhe arriti I Zoti I shtëpisë aty dhe ajo pa kurfar turpi e tha këtë fjali: ma jaza'u men arada bi ahlike su'an. Dhe çfarë ta mërmendja që duhet të bëjmë me atë njeri që deshit të keqen ndaj gruas tënde. Pra e akuzoj me njëherë. E akuzoj dhe nuk ishte as pak e drejt në atë të rrëfente të tregonte se si ishte ngjarja. Ajo pra tentoi, ajo organizoi, ajo mbylli dyrt, ajo ja kishte vu syrin Jusufit a.s. dhe ishte kad shaghafaha hubba, ishte dashuruar së tepërmi në Jusufin a.s. Megjithatë kur erdhi momenti dhe ai refuzoi, ajo ja që në refuzimin e Jusufit a.s. ishte të jetë pak kënaqur sa tentoi të përdorte edhe në një farë dhunën ndaj tij. Pra që ai me domos të bënte veprën e imoralitetit, por Jusufi a.s. nuk e bëri gjë të tillë. Megjithatë ai pra Jusufi a.s. kur u gjend në atë situatë, ajo ju drejtua burrit: çfarë mendon, çfarë duhet të jetë prej dënimit një njeri që dëshiron të keqen ndaj gruas tënde? Illa an yusjana aw adhabun elim. Përpos që të burgoset ose ndonjë dënim tjetër I dëmshëm. Është interesant pse ajo tash jep verzionin e dënimit. Çfarë mendon ti, çfarë duhet të dënohet? Secili njeri do të thoshte: vrasja. Ai që tenton të prek nderin tim, nuk kam kohë që të qëroj hesape unë me te. Nuk kam kohë që të shoh se cili është fajtori. Edhe nëse gruaja ime e ka ftuar atë, atëherë megjithatë, ky nuk është dashur të shkoj, ky nuk është dashur të përgjigjet asaj. Ky është gjendur në shtëpinë time, etj. Pra këto fjali do të ishin të logjikshme, ti thoshte burri I Zulejhas në këtë rast, ministri pra. Mirë po, në këtë rast ajo tash ka frikë se ati do t'i shkojnë mendjet te vrasja dhe ajo nuk e do vrasin. Nuk e do vrasin sepse ajo do ta vazhdoj rrugtimin e saj, do ta realizoj synimin e saj. Do që një ditë ta ketë në shtrat Jusufin.